Rregullimi i rrugëve të brendshme të fshatrave ka qenë fokusi kryesor i punës që Bashkia Shkodër ka patur në njësinë administrative Gurizi. E para që ka përfunduar është rruga e fshatit Renc, që lidh qindra familje të zonës me aksin kryesor Shkodër-Vaujdejes. Paralelisht është përfunduar edhe ajo që njihet si Unaza e Jubanit, për të cilën prej 30 vitesh banorët e zonës e kishin kërkesë kryesore. Normalisht jep një gjallëri dhe një pamje tjetër Jubanit dhe shpresën për të jetuar këtu në Juban. Qendra e Jubanit, që ka qenë gjithmonë dhe që në atë kohë ka met një pjesë e Jubanit qendrore, pra prandaj quhet zemra e Jubanit. Si Unaza e Jubanit, nga Qinari dhe deri te Kroni, kjo është një qendër ku është ka qenë shumica e banorëve të Jubanit. Kjo lidh qendrën kryesore të Jubanit me sheshin e Tereza atje në qendër. Kjo është një premtim që është dhënë para 2 viteve, do të thoya premtimi i mbajtur, por kena nevojë për shumë rrugë tjera, lijose ndërmjet fshatit. Shpresoj që shumë shpejt ndërtohen edhe ato. Përfundimi i këtyre 2 rrugëve po pasohet me një tjetër investim të domosdoshëm për zonën, rrugën e varrezave në kodrat e Gurit të Zi. Këtu varrezat kanë qenë qush në kohën e Pelazgjit. Pastaj njerëzit kanë varrosur sipër, gjatë komunizmit kanë ulë poshtë, por njerëzit më njëherë kanë sjellur prapë sipër. Këtë varrezë shërben fshati Rencit, Guri Zi, Gajtan poshtë, Gajtan sipër, edhe një pjesë prej Bardhe e një pjesë prej Ragamit. Ka qenë varreza të vjetra, edhe kisha brenda është viti 1290. Kisha Shena Kruçit. E kena nisur në viti 2002 me forcat tona, duke mbledhur lek në fshatit. Janë 23 vjet që kena kërku këtë rrugë asfalti, se dasho pa dasho kur e kena mbushur gropa, por shiu gjithmonë e ka prishur, e ka gry, ishte nevojshëm asfalti. Edhe falenderojmë Zotin, erdhi dita. Administratori i njësisë Gurizi, Vitor Hila, tregon për TV1 Channel se këto janë investimet e para që kryen pas 30 vitesh në këtë zonë, por që do të pasohen me të tjera. Me marrjen e detyrës, ai thotë se po punon me komunitetin dhe Bashkinë Shkodër për t'i dhënë vëmendjen e merituar kësaj njësie. Janë përfunduar 2 rrugë në fshatin, njëra në fshatin Renc dhe tjetra në fshatin Juban, dhe po punohet edhe në fshatin Gurizi për asfaltimin e rrugës së varrezave. Është një rrugë që do i shërbej jo vetëm komunitetit Gurit Zi, por edhe banorëve të Gajtanit edhe banorëve të Rencit. Janë disa rrugë që i ka kërkuar komuniteti dhe vetëm pas 30 vitesh po bëhen realitet dhe mendoj se do i shërbej cilësisë së jetës këtyre banorëve. Një fokus të veçantë do të ketë turizmi në këtë zonë pasi potencialet e saj janë të mëdha, veçanërisht në fshatrat Ragam, Gjenç, Sheldi dhe Ishulli Sarda.